Ka interim sistem të jashtëzakonshëm, është kamp tamam zyrtar, është kamp, domethënë se zakonisht kampet të ndryshme vazhdimisht ndodhin, organizohen nga klube të ndryshme, po ky është kamp zyrtar. Hapja e kampit bëhet me datën 26 maj. Në mesditë, besoj mbas së që është bes javës, fëmijët mbasi ta kryjnë shkollën, vinë regjistrohen krejt, e konfirmojmë regjistrimet edhe i marrim panelat e brendume, edhe ndahen në grupe, aty prezantohen edhe trajnert. Hapja bëhet me kryetarin e komunës, me që gjitha aktiviteti është në bashkëpunim të ngushtë me komunën e Prishtinës. Kemi vendoset të përputhshmëri edhe me shpenzimet e përgjithshme edhe me Barcelonën. Domethënë po nuk mundesh me shku me një çmim shumë të ulët se është brendi Baçës. Ne kemi shku në me 395, që është çmimi më i lirë i mundshëm për me mujt na me mbulu shpenzimet krejt që dalin. Me thonë vetëm trajner vendori kemi dikun 15, edhe stafi, krejt organizimi përveç 5 që janë 4 trajner të Barcelonës edhe 1 koordinator që cilëve ju sigurohen, ju mbulohen shpenzimet e udhëtimit, të akomodimit, të ushqimit, të gjitha. Janë edhe 15 trajner tjetër që kitë angazhohen edhe me menditje për shkak që është angazhim shtesë i kampit. Kampi është goxha i kushtueshëm edhe ka, po kjo shuma që kemi caktu, 395 është më e lira, në vlerësim me thonë më e lira në botë. Lojtari i parë që përzgjedhet ai shkon direkt në akademi, edhe stërvitet, edhe luan lojë miqësore me fëmijët e akademisë, domethënë me grup moshën e vet. Vitin e kaluam Uriku ka qenë Urik Jashari, edhe Bora me Oldionin. Ata të dy kanë stërvit në La Masia, por me grupin e Kosovës, ndërsa Oriku ka stërvit direkt me akademinë, atje kanë luajtur edhe një lojë miqësore, edhe ka tregu performancë të jashtëzakonshme. Bile në njërin në miqësore që më ka marrë pjesë ka jap 3 golla. Pyeta kishe pas qef me ardh, tha po, edhe na thotë më njëherë tepër i bo qefi edhe ja bënëm ftesën për me qenë si ftum special, edhe më përfaqësu domethënë krejt komunitetin e tij. Unë nuk kam njohuri për futbollin shumë merrem me menaxhimin edhe me komunikimin, po sipas vlerësimit të ekipit, stafit tonë edhe të njerëzve që kanë pa është për me talent i jashtëzakonshëm, është gollashënuesi i sezonës edhe është mu duk shumë fëmijë i mirë, edhe pse mos më jap një mundësi marrë me tregu veten, po ai ka me marrë pjesë në kampin 5 ditor, edhe me tregu talentin e vetë, dhe aty ka me mësu domethënë metodologjinë e punës së Barçës, që duhet me usill në sportet. Kampet e tilla organizohen veç për me përcjell metodologjinë e Barçës, me pasa ka talent, edhe me pas parafërsisht një përshtypje sa pritet pi Kosovës që në të ardhmen me qenë pjesë e akademisë ose pjesë e Barcelonës. Na përveç që bëhet përzgjedhja e lojtarit më të mirë, ne vitin e kaluar kemi kërkuar në vend të një të zgjedhen 3, edhe po gjithashtu kemi kërkuar që të na bëjnë një vlerësim të fëmijëve, se ka qenë jashtëzakonisht e vështirë edhe për ata me zgjedh cili ka qenë më mirë se ka pas talent të jashtëzakonshëm. Ne kemi kërkuar që të bëhet një listë e fëmijëve që me të vërtet kanë potencial.